Shqipëria vijon të bëjë honë në mediat e huaja si një nga vendet që nuk duhet lënë pa vizituar sezonin e verës. Kësaj rate, media irlandeze RSVP Live e cilëson vendin tonë si një perle fshehur e Ballkanit, madje duke e krahasuar me Maldivet, një nga destinacionet më të frekuentuara nga turistët. Në artikull theksohet bukuria e rivierës shqiptare, me plazhe që sipas RSVP tërheqin vizitorë nga e gjithë bota. Shqipëria, një perle fshehur, është ende e përballueshme dhe paturma vizitorësh, krahasuar me destinacionet e tjera të njohura. Me plazhet e saj marramense dhe ujërat bruz, riviera shqiptare ofron një arratisje spektakolare buzdetit, dhe megjithse populariteti i saj po rritet, ajo mbetet një destinacion europian i përballueshëm, thuhet në artikull. Çmimet e ulta sipas gazetës irlandeze janë një tjetër bonus për vizitorët e huaj. Qëndrimet luksoze buzdetit mund të gjenden për vetëm 23 euro nata, ndërsa ushqimi është i përballueshëm, me vakte të plota dhe pije që shpesh kushtojnë rreth 18 euro. Shqipëria është bërë një sensacion viral në media sociale, me video që tregojnë ngjashmërinë e saj të habitshme me Maldivet, shkruhet në artikull. Madje afërsia e Shqipërisë me vendet e tjera turistike mund të bëjë që turistët të mos qëndrojnë në të njëjtin vend. Gjithashtu, turistët mund të fluturojnë për në Korfuz, Greqi, dhe do marrin një traget për në Bregdetin e Shqipërisë për rreth 18 euro në secilin drejtim. Kjo alternativë u lejon turistëve të vizitojnë të dy destinacionet pa ndikuar në buxhetin e tyre. Përgjatë këtij viti dhe atij që lan pas, media britanike, franceze, italiane, por jo vetëm, e kanë cilësuar Shqipërinë si destinacionin ideal për verën.